Kryeministri Edi Rama deklaroi se manipulimi i informacionit dhe ndërhyrjet e huaja përbën një nga rreziqet më të mëdha për demokracitë moderne. Në konferencën përballja me manipulimin e informacionit dhe ndërhyrjen e huaj, ai tha se sulmet hibride dhe dezinformimi synojnë të ndikojnë perceptimin e qytetarëve dhe të destabilizojnë shtetet. Me shumë qartësi lidhur me atë me cilën duhet përballemi sot. Më shumë se 3000 vjet më parë. Not far from here. Jo larg. Where we meet today. Prej këtu ku jemi takuar sot. The story of Troy. Homeri rrëfeu historinë e Trojës. Troy did not fall. Troja nuk ra. Because sepse it has a weak army. Kishte ushtri të dobët. Troja nuk ra. Its walls were too weak. Sepse muret e saj qenë shumë të brishta për të përballur sulmin e rrethimin. Troja nuk ra, sepse nuk kish siguri kufish. Ra, sepse kërcenimi hyri i maskuar se diçka e papajshme. Kali i Trojës, e që me qëra fjala kjo është edhe emri një virusi, mbetet mësimi suprem i historisë, se rreziku më i madh rrallë është ai që mësyn në derë, por është gjithmonë më tepër ai që fton brenda, sepse duket i padëmshëm. Është ai që lëvdojmë në emër të lirisë së mendimeve, është ai që mbron në emër të lirisë së fjalës, është ai për cilin hezitojmë gjithmonë që të përballemi si duhet, edhe pse tregon në fakt natyrën e vet vërtet. Sepse për ne është çështje demokracie dhe çështje lirie. Kësaj kemi ardhur në një moment ku e kemi humbur tërësisht. Kryeministri theksoi se Shqipëria ka ndërtuar një mbrojtje të fortë kibernetike, por shtoi se sfida mbetet mbrojtja e qytetarëve nga manipulimi i informacionit, duke bërë thirrje për forcimin e rezistencës ndaj kërcënimeve hibride.